Epoka e fshehjes së kursimeve në llogari bankare jashtë kufive po shkon drejt fundit. Përmes një vendimi të fundit të Këshillit të Ministrave, Shqipëria ka hedhur një hap vendimtar drejt transparencës fiskale, duke bërë që çdo qindarkë e shqiptarëve në përbot të jetë nën rreze të shtetit shqiptar. Ndryshimet e miratuara më 5 mars forcojnë rregullat për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarive financiare. Ky proces nuk është thjesht një procedurë teknike, por një mjet i fuqishëm në duart e autoriteteve. Është një aksion për të luftuar krimin ekonomik dhe evazionin fiskal. Është edhe një hap që na afron si vend të sigurt për NBE, një kërkesë e tyre që thjeshtëzon gjurmueshmërinë, shpjegojnë ekspertët ekonomik. Nëse deri më tani fokusi ishte te bankat tradicionale, rregullat e reja thyejnë barrierat e teknologjisë. Për herë të parë, në rrjetin e raportimit do të përfshihen edhe kriptoasetet. Nga viti 2026, platformat që operojnë me klient në Shqipëri do të raportojnë çdo transakcion shitjeje apo blerjeje të kriptomonedhave si Bitcoin. Pyetja që lind natyrshëm është nëse shteti po vendos një kontroll total mbi të ardhurat. Ekspertët sqarojnë se ky proces ka të bëjë me ndershmërinë fiskale dhe jo me penalizimin e kursimeve të ligjshme. Nuk është kontroll direkt, është një formë deklarimi dhe shkëmbimi automatik. Qëllimi, ushtrimi i presionit për të parandaluar fshehjen e parave dhe informalitetin. Çfarë raportohet? Identiteti i zotruesit të llogarisë dhe vlera e mbetur në fund të vitit. Që prej vitit 2020, Shqipëria është pjesë e marrëveshjes ndërkombëtare për raportimin e përbashkët. Sistemi funksionon në mënyrë reciproke. Bankat në Shqipëri mbledhin të dhëna për rezidentët e huaj dhe ja dërgojnë vendeve të tyre. Autoritetet e huaja dërgojnë në Shqipëri informacionin për llogaritë që shqiptarët mbajnë jashtë vendit. Me këtë lëvizje, Shqipëria jo vetëm që përmbush një kusht kyç për integrimin në Bashkimin Evropian, por i jep fund epokës së parajsave të vogla financiare që qëndronin të fshehura në hije.